Një prej llavave të pejgamberit alayhis salam, edhe thot pejgamberi, thot transmetuesi thot, atëherë thot kur e ka thonë shahadetin thot, edhe ka vdek njëri thot ka dalë pejgamberi duke uzur, duke buzëqer thot alhamdulillahi alladhi anqadhahu minni. Thot Allahu azza qofti falënderimi Allahut i cili thot e ka shkruar shpëtimin e atij thot në dunjën e ahiret pikujt me sebeb të emrit thot. Ka shkruar shumë pejgamberi alayhis salam. E vllazën është edhe një rast që më kallëzon ndoshta edhe është rasti i fundit, për rasteve domethënë të cilat tregojnë se Islami po ashtu këtë çka kujton, të cilët e pranojnë edhe njerëz domethënë që janë thellë domethënë gjytur ku ndjeni, pa marrë parasysh ndjenia është domethënë është medicina, është kimia ose dhe një shkencë tjetër domethënë për shkencave natyrore. Thot dietari thot para thot 20 viteve para forse thot Franca kryetari i Francës ata kanë bënë lutje deri në mesë në Kairo, në Egjipt, që ata të më vëdërgu trupin e kujt e Firaunit i cili domethënë e kanë ditë ata e dinë se ai domethënë është mbyt për Firaunave ku është mbyt ujë, e ka përmirë Allahu azza ndeti. Thot i kanë thut lutje kujt, i kanë thut lutje kryetarit dhe ata nuk u kanë kthyer domethënë kërkesë për më bë disa analiza domethënë në anën e medicinës. I person i cili është i njohur dhe ju e dini shumë mirë ka libra ai edhe një shikosh për thim Maurice Bokuel se si ka domethënë Maurice Bokuel pastaj ka ndruar edhe emrin ai thotë ki do të kanë qenë një prej atyre grupit vogël domethënë çka kanë qenë prej 4 vete ose 5 vete të cilët domethënë shteti si shtet i ka obliguar ose domethënë ka dhënë ata kompetenca që mund bë analizën trupin e atij Firaunit. Thotë Maurice Bokuel pastaj ka treguar ki thotë kur e kanë pru thotë kufomën e Firaunit thotë në Misër e Egjiptit thotë kryetari i kujt i Francës thot. Edhe janë përkul para Firaunit, kur ka ardhur domethënë kufoma atij thot. Pastaj thot e kanë marrë domethënë e kanë shti asaj ceremonisë që kanë bërë, që kanë flitur muzika me sende kur e kanë filluar thot, domethënë për analizave të cilat i kanë bërë, i kanë bërë thot vazhdimisht pa ndërprer thot, edhe notën thot i kanë bërë ditë. Sendi i parë që kanë mbyt unë thot, ka qenë ajo se çiki trup thot, ka pa domethënë jo mbyt çiki trup domethënë çka ka ekzistuar domethënë ata piramidet nuk është i vdek në vdekje normale, po është diçka ka vdek domethënë është mbyt në ujë. Kur kam thënë që këtë fjalë, edhe që këtë përfundim si përfundimi i parë i jemi si doktor specialist kanë thënë të kolegu ka thënë çuj ka thënë se bëhet modë këtë po punë. Pse? Se ka thënë se luti që kështu, atëherë thotë kjo është domethënë një plus për çdo për muslimanët. Ata thotë thumin edhe besojnë se Firauni thotë është i mbytur. Nuk është domethënë i vdek në pallatin e vet, pastaj domethënë më u bë i spirtuar edhe si e kanë munduar ata piramidet. Thot kam heshtat, 20 vjet të kam bërë këtë mshefsi. Pas 20 viteve thot kam shkuar në Saudi, kena shku, domethënë si grup të cilën i kanë dhënë grupi i Francës, domethënë Saudi, takim domethënë i doktorëve, në anë medicinale, domethënë, u bë domethënë ata takime që kanë bërë. Thot për pyetjeve që e kam bënë një pyetje një kolegu që ka qenë arab, edhe i kam thonë se kam lexuar të rastin e Firaunit në Teurat, edhe në Injil, po thotë nuk kam qenë diçka domethënë çka më kënaq shumë çiki rast. Kam dashur me ditë diçka hala më shumë se si është çiki rasti i vdekja atij. Se unë thotë përfundimi im thotë me nga ana e shkencës jam bind se ky njeri thotë i vdek tash në ujë është. Edhe e pyete thotë doktori se si është rasti i vdekjes Firaunit, çka po thoni ju thotë Firauni po në Musës. Ka thënë apo do në ditë po. Atëherë thotë ma ka lexuar ajetin thotë فاليوم ننجيك ببدنك لتكون خلفك لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم أسوطت الله ننجيك ببدنك كنا ما تشبطوه trupin tënd. Se ne dina shumë mirë, një trup me jetu, çaq vitet me radhë, vazhdim. Është përmbysh në ujë, do të thotë java se kalon han bashkit ose kal vetë. Bile ai domethënë më shumë se 24 orë diçka orë në ujë, më njëherë ja nisën me fri, më u fri edhe më u prish trupi. Më ndaj domethënë mishi prej kocit. A Firauni sa vite? Mia vite me radhë ka nis domethënë pa prish trupi atij. Derisa kur e kanë nxjerrë domethënë para 100 viteve ose kur e kanë nxjerrë prej ujit. Thot فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية, që thot ti je shembull për ata që do të vinë pas teje. Duke ja nis për burrat e shtetit me qenë shembull, ata të cilët domethënë e kanë kundërshtuar ata ligjet hyjnore edhe thirrjen të cilat do ka bëu Allahu azza, duke domethënë qenë shembull për cilën për ata njerëz që duan me pranu hakun, me ditë domethënë se kjo është feja islame, edhe feja domethënë që ekziston për të cilën feja e drejtë edhe adhurimi i vërtet. Thot wa inna katira min an-nasi an ayatina laghafilun,
Edhe me gjithë këtë thënë Allah, pasi domethënë ekziston argument shpirti i Firaunit edhe trupi i Firaunit për njerëzit, thot po shumica e njerëzve thot nga ajo këta janë thot çka janë ngafila, janë thot hurtitën, se din ose në hares. Po vëllazë musliman, çka ka qenë sebeve kryesor çka ai doktori e ka pranuar Islamin. Pastaj domethënë ka shkruar veprat e atij, se din domethënë prej veprave kryesor çka ka Kurani, Bibla dhe Teurati, që është një libër ka bërë shkenca, po, të cilën domethënë ka bërë krahasime edhe ka treguar domethënë se më të vërtet feja, e cila domethënë ajetet ose ajo feja domethënë libri i shenjtë i kësaj feje, i cila përmban lidhje me sende me medicinën. Edhe është libër me famë të cilën ndoshta është shkaqeve shumë kryesor, por më tregu ose më mbyll gojën ative të cilët unë kanë kundërshtuar ose më argumentuar medicinën kundër Islamit. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Fillim vazhdim me simbarim, unë vallë për vënësin që ka bëna, është asnjë.